Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Shumë prindër përballen me një situatë të zakonshme. Sapo një person i panjohur i afrohet për të përshëndetur foshnjën, ajo fillon të qajë. Por pse ndodh kjo? Ky reagim quhet ankth ndaj të huajve dhe është pjesë normale e zhvillimit të një fëmije. Zakonisht fillon të shfaqet rreth moshës 6 deri në 8 muaj dhe mund të zgjasë për disa muaj. Gjatë kësaj faze, foshnjat fillojnë të zhvillojnë ndjesinë e sigurisë ndaj figurave të njohura, zakonisht prindrit apo kujdestarët kryesor, dhe çdo fytyrë e re u duket si një potencial kërcënimi. Në këtë periudhë, truri i tyre është në zhvillim të shpejtë. Foshnjat po mësojnë të dallojnë të njohurit nga të panjohurit dhe ndërtojnë lidhje të thella emocionale me persona që kujdesen për ta. Kjo do të thotë se kur shohin dikë të panjohur, mund të ndjehen të pasigurt, të frikësuar apo të shqetësuar. Por kjo nuk është një shenjë se diçka nuk shkon me foshnjën apo se ajo është tepër e ndjershme. Përkundrazi, është një tregues i shëndetshëm se ajo po mëson të kuptojë mjedisin përreth dhe po zhvillon ndjeshmëri sociale. Ka disa mënyra të thjeshta për të ndihmuar foshnjën të ndihet më rehat rreth njerëzve të rinj. Për shembull, prezantoni persona të rinj ngadalë duke i lejuar foshnjës të vëzhgojë nga një distancë e sigurt përpara se të afrohet. Jepini kohë, mbështetje dhe praninë tuaj për ta siguruar se është e sigurt. Me kohë dhe ekspozim të butë ndaj situatave të reja, shumica e foshnjave fillojnë të ndihen më rehat me njerëzit e panjohur. Kjo është një fazë kalimtare në rrugën drejt një zhvillimi të shëndetshëm emocional dhe social. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe koment.